Qendra për Liri Civil dhe grupi punues për të drejtat e njeriut sot në Tetov kanë vendosur murin e pabarazisë para Pallatit të Kulturës. Qëllimi i këtij aktiviteti është që të vetëdijsojnë qytetarët për liritë dhe të drejtat e tyre që u shkilen. Sipas Elir Ajdinit nga Qendra për Liri Civile, thotë se liritë dhe të drejtat e njeriut shkilen në masë të madhe në Republikën e Maqedonisë, duke filluar nga të drejtat sociale politike, të shprehjes dhe të gjitha liritë e tjera. Mund të vim në konkludim se kemi një shkallë të lartë të shkeljes së të drejtave dhe lirive të njeriut. Do të thonë, qoftë nga institucionet, qoftë kryesisht nga institucionet, dhe janë mënyra të ndryshme në të cilat shkelen të drejtat e njeriut. Për fat të keq, ne mundohemi të kontribuojmë që të ndalen këtë. Ajdini thotë se ajo që ka zhvërejtur më shumë në shkeljen e lirive dhe të drejtave të njeriut është shkelja të drejtave politike, duke i diskriminuar qytetarët që nuk i takojnë asaj partie politike që është në opozit, si në komunë, po ashtu dhe në qeverinë qendrore dhe institucionet shtetërore. Në aspektin e afilacionit politik, do me thënë të simpatisë, të përkatësisë politike. Në rast se ti takon një partie e cila nuk është në pushtet në komunën tënde, në nivel kombëtar, në rajonin tënd, do me thënë ti ke të drejtat shumë të rrezikuara, do me thënë shumë të kufizuara. Duhet ti takosh një partie që të mund të realizosh të drejtat e tua. Ky projekt ka emrin Zgjedhë Demokracinë, që është përkrahur nga projekti për shoqëri civile i USAID-it zbatuar nga fondacioni Shoqëria e Hapur Maqedoni.